Ja, këtu punon ai djali që kam unë fiksim. Do shkoj sot dhe do ta ngacmoj me stil. E ndjej që ju të dijeni bërë për njëri tjetrin, kështu që pa çfarë. Përshëndetje. Përshëndetje, si je? Mirë. Si mund ndihmoj? Isha interesuar që të vija një laptop. Po këtu te Guinness kemi super laptop, a thjesht më thuaj çfarë duhet. Po ja, ky Një sekond, vetëm hau pak, se ka punë, pa merak. Ku të vajti dorat e më i mirë, ja? Po, çfarë më sugjeron për shembull ndonjë që tjetër? Çfarë do rekomandoj unë? Po varet çfarë duhet për shembull një sekond. Do një Dell për shembull, ha? Si të duket? Dell, laptop i mirë, po s'm the për çfarë duhet tash se unë nuk e di se. Mua në fakt më duhet një laptop shumë rezistencë, më pëlqen shumë rezistencë, do të ta mbaj gjithë natën te koka krevat. Lë se po. Shqyr. Ty të duhet ky këtu. MacBook Pro. Për studente, rezistent. Në qoftë se e blej këtë, a do vish ndarkë në shtëpia ime që të më mësosh se si ta përdor, sa unë është të marr shumë vesh ka kompjuterat në fund drejt, kupton? Por ka nevojë se është manual përdorimi ty. Po jam edhe vetëm darkave në shtëpi. S'ke internet çfarë, si problem? Kur ta kuptosh ti ka rënë bateria e laptopit. Çfarë profesionist i vërtet, më vjen keq tash ç'është kjo.